Okay, well, thank you so much. Faleminderit shumë, sigurisht pikpamje të ndryshme siç u përmendëm më herët. Tashmë, siç premtuam, do të flasim me të gjithë udhëheqësit e përfshirë në këtë proces dhe ka një vend me cilin kemi folur ende dhe ky është Shqipëria, por e dëgjuat nga vetë komisionerja. Vendet që beson se janë pararendës janë Shqipëria dhe Malizi. Kështu që jam e lumtur të them tashmë që bashkohet me ne, edhe pse nuk mundi të ishte këtu, gjëra ndodhin në politik minutës fundit, por është me ne tashmë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili sapo bashkohet me ne tashmë online dhe do të intervistohet nga kolegja ime Sasha Vakulina. Faleminderit shumë. We are going to continue the Do të vazhdojmë bisedat për zgjerimin e BE-s në këtë samit historik të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Së fundi, por jo nga rëndësia, vendi pararendës këtu, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, faleminderit shumë që u bashkuat me ne, më dëgjoni, po mund t'ju dëgjoj, mirëmbrëma, dhe ndjes që nuk pata mundësi të isha aty me ju. Në fakt nuk ishte asgjë politike minutës fundit, ishte një problem teknik aeror me cilin s'kisha të bëja asgjë, por s'merja dot avionin. Shpresojmë që herën tjetër do të keni mundësi që të vini këtu personalisht dhe për sot ju falenderojmë që bashkoheni me ne online për këtë format të ri të Euronewsit, që është 12 minuta me Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë. Faleminderit që jeni këtu. Siç dëgjuat sot nga raporti dhe nga Marta Kos, vërtet Shqipëria është një prej pararendësve dhe bisedimet e anëtarësimit kanë arritur një pikë kulmore të pashembull të vit në përgatitjen për çeljen e grup kapitullit të fundit, duke qenë shumë të përparuar. Ky raport duket shumë pozitiv për ju. Si e shihni ju? Cili është mendimi juaj për të? Po, raporti është shumë pozitiv. I gjithë viti ka qenë tejet pozitiv. Kemi çelur 5 nga 6 grup kapitujt vetëm brenda 11 muajve, që është një rekord absolut sa i takon shpejtësisë. Është diçka që vetëm deri pak vite më parë nuk mund as ta imagjinonim. Po ja pse jeta është kaq e bukur. Po cili është sekreti? Pse nuk e ndani këtë sekret me vende të tjera kandidate? Cili ishte faktori kyç? Cili ishte sekreti juaj që përshpejtuat kaq shumë? Atëherë, përveç të zakonshmes që lidhet me punën e madhe, do të shtoja edhe se shpejtësia lidhet me 2 faktorë kryesor. Nga njëra anë, gjatë asaj, atyre çfarë unë i quaj vitet e poshtërimit, ato vite ku Komisioni i Bashkimit Evropian rekomandonte Këshillin që të çelte bisedimet për anëtarësi me Shqipërinë dhe ne refuzoheshim nga disa vende. Ne me kokë fortësi përgatiteshim për momentin e çeljes dhe u stërvitëm në mënyrën më të fortë të mundshme me të gjithë ekipin, duke i thënë vetes, momenti ynë për të treguar se kush jemi në të vërtet do të vijë dhe për atë moment na duhet të jemi gati. Dhe në fakt, kur momenti mbriti, ne ishim shumë më të përparuar se ndoshta të tjerët në atë moment të çeljes. Duke pasur parasysh se ky ka qenë një proces vërtet shumë i gjatë për Shqipërinë, janë 16 vjet tashmë. Më parë ju keni folur për ato objektivat gjithmonë në lëvizje të Brukselit. A mendoni se ka ndryshuar kjo dhe a ka një nxitje të re dhe kjo situatë ka mbaruar, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për kandidatët e tjerë në rajon, sepse edhe ata kanë pritur për një kohë shumë të gjatë. Ja ku vjen faktori numër 2, që është pikërisht Brukseli, i cili ndryshoi qasjen e tij dhe u zgjua. Për fat të keq, u desh një agresion në tokën europiane, një agresion ushtarak për të bërë Brukselin të zgjohej. Jo vetëm në nivelin e Komisionit, ku gjithmonë kemi gjetur drejtësi,
shumë I dhimbshëm, shumë neurotik, por I drejt, por edhe në nivelin e Këshillit, ku fjalët që na thuheshin më përpara, po, një ditë do të jemi bashkë, po, ne ju duam, po, ne do të martohemi, po nuk jemi gati ende që të flasim për momentin. Përfundoi. Momentum is still here. Momentumi I ri është ende I pranishëm dhe qasja e re ende vazhdon, shpresoj fort të mos zbehet dhe shpresoj shumë që më së fundi do të ulemi së bashku rreth së njëjtës tryezë. Po, sapo do të pyesja, në qoftë se ky moment kulmor dhe kjo situatë e një angazhimi më serioz, siç përshkruhet nëse do të zgjas apo jo, Shqipëria konsiderohet një prej pararendësve. Objektivi juaj është që të hyni në BE deri në 2030-ën. Si e shihni po kështu këtë situatë me objektivat lëvizëse? Pra, e shihni që të ndryshojë kjo situatë nga Brukseli ose mos ndryshojë për vendet e tjera të rajonit? Se kuptova pjesën e fundit të pyetjes. Ja është përsëris, zot kryeministër, e di çfarë tash unë, por nuk e di çfarë thatë ju. Pyetja ishte, a ndjeni që ky ndryshim nga Brukseli po zbatohet e po shihet dhe nga vendet e tjera të rajonit tuaj? Por këtë duhet pyesni Brukselin, por aq sa më takon mua, mund t'ju them se 2030-a nuk është një datë që e kam parë në ëndër, por një afat që vjen si rezultati një përllogaritjeje shumë të thjeshtë. E nisim nga fakti që së bashku me Komisionin, në konsensus të plot me Komisionin, kemi rënë dakord mbi një kalendar që është mjaft ambicioz, por I bëshëm, detyrash shtëpie për ne, për të mbyllur bisedimet e antarësimit, negociata deri në 2027-ën. Ka mundësi për të bërë dhe më shpejt në gjysmën e parë të 2027-ës, por le të themi në fund të 2027-ës. Pastaj, koha mesatare që kemi vlerësuar kur vjen fjala për ratifikimin nga 27 parlamentet I vendimit është rreth 2 vjet dhe kështu parashikojmë që Shqipëria të ulet rreth tryezës së BE-s në 2030-ën. Po sigurisht nuk jemi as pak kundër të qenit atje dhe më shpejt. Tani kur bëhet fjalë për rajonin si I tillë, unë do të bija plotësisht dakord dhe I bëj hon fjalëve të David McAllisterit më parë, I cili tha që ky është një proces shumë I bazuar në merit, gjithsecili ka rrugtimin e vet dhe gjithsecilit I duhet të përmbush detyrimet e veta dhe të bëjë detyrat e veta të shtëpisë. Dhe ka karakteristika të ndryshme në rajon, ka vende të ndryshme, ka histori të ndryshme, kështu me radh, kur vjen fjala tek ne, mund ta them me zë të lartë që jemi kombi më euro-optimist në Europë, apo ashtu siç do të thoshte Donald Trumpi në tokë. Kryeministër, ka një fokus specifik nga Brukseli dhe kjo është tek pjesa tjetër e raportit me fokusin nga Brukseli tek çështja e korrupsionit. Në fakt, mund të themi që Shqipëria është vendi I parë në botë që ka emëruar një ministre të inteligjencës artificiale me detyrën e posaçme për të luftuar korrupsionin. A mund na jepni një përditësim si po ecën diella? Si po ecën lufta e saj dhe e juaja, përpara se sa të shkojmë te diella dhe te lufta e saj. Më lejoni që t'ju kujtoj ju dhe gjithkujt që ka durim
of yours për të ndjekur këtë ditë tuaj të gjatë, për cilën jam shumë mirënjohës, që Shqipëria po bën diçka të paparë dhe unike në të gjithë rajonin. Reformën tonë në drejtësi dhe njohjen nga ana jonë, jo vetëm de jure, por dhe de facto të pavarësisë së drejtësisë. Dhe veprimtaria e plot e strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka krijuar praktikisht në Shqipëri dhe për Shqipërinë shembullin se lufta kundër korrupsionit është diçka që shkon shumë përtej fjalëve, shumë përtej sipërfaqeve, shkon shumë thellë, very let's say balanced, dhe është tejet e ekuilibruar pa parë në të majta në të djathtë, pavarësisht se kush është në qeveri, kush është në opozit, kush ka qenë në pushtet apo kush është në pushtet, dhe me shumë fakte që tregojnë se ajo çka kur nuk ishte ndodhur në Shqipëri që prej pavarësisë e krimit të shtetit parashqiptar në 1912 deri në shumë pak vite më parë, po ndodh gjatë viteve të fundit, diçka që asnjë vend tjetër në rajon s'mund të pretendojë dot se e ka bërë. Dhe kjo nuk është për të thënë që ne jemi më të mirë se të tjerët, por është për të thënë se kemi marrë shumë seriozisht. Dhe në këtë moment, në kohë, ne pranojmë mbështetje, ne pranojmë partneritet, ne pranojmë ndihmë, por nuk pranojmë leksione nga askush kur vjen fjala për luftën kundër korrupsionit. Sigurisht, kur bëhet fjalë për diellën, ajo është produkt i një lufte sistemore, që nuk ka të bëjë vetëm me luftën kundër rasteve apo luftën gjykata, por luftën përmes modernizimit. Dhe brenda 2027 synojmë të kemi sistemin e plot bazuar në inteligjencë artificiale të prokurimeve publike që do të lejojë shpejtësi, transparencë e saktësi në nivele të papara më parë. Kryeministër, më së fundi më lini për ta përmbyllur t'ju bëj një pyetje tjetër. Cila është ideja tjetër krijuese? Cila është zgjidhja tjetër krijuese që vjen prej jush Shqipërisë në rrugtimin tuaj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian? Jam i sigurt që keni dëgjuar që diella është shtatzën dhe është shtatzën me 83 foshnja bazuar në ekografinë e fundit. Kësaj na duhet që të presim që të lindë këta 83 bebe, dhe ndërkohë dua t'ju them diçka që nuk është diskutuar shumë, që jemi i vetmi vend në këtë proces që kemi përdorur inteligjencën artificiale në transferimin e akik komunitar në korpusin ton ligjor, duke e bërë procesin më të shpejt ndonjëherë, jo vetëm sa i takon përkthimit, por edhe analizimit të ndikimit dhe hartimit e përgatitjes së të gjithë paketave ligjore për t'u miratuar në parlament. Kështu që po përpiqemi të vrapojmë sa më shumë që është e mundur, e që të hedhim hapa të mëdhenj sa më shumë që të mundur, duke përdorur teknologjinë inteligjencën artificiale për pa harruar kurrë se vendi ynë në Europë së pari e mbi të gjitha është i merituar, sepse Europa ka vendin më të mirë në zemrën e popullit shqiptar, diçka që tjerët nuk e pretendojnë. Zoti kryeministër, për të njohur këtë pyetje, mendoni që Brukseli mund të përdorë një komisioner të inteligjencës artificiale? Nuk më takon mua t'i them Brukselit ç'të bëjë, por sigurisht do të isha shumë e lumtur ta prezantoja diellën me këdo nga ana e BE-s që do të prezantohet si komisionere inteligjencë artificiale, apo si një teknokrat a burokrat inteligjencë artificiale, s'ka shumë rëndësi. Zoti kryeministër,
Kryeministër, faleminderit shumë për këtë intervistë për kohën tuaj, faleminderit shumë që u bashkuat me ne këtu, ishin 12 minuta me Edi Ramën, Kryeministër i Shqipërisë.